Përshëndetje të nderuar shikues dhe mirë se vini në edicionin informativ këtu në Blu Televizion. Do të njihemi së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota. Nisim me aktualitet. Hidrovori i qytetit të Vlorës vijon të mbetet një problematike pazgjidhur, teksa aktualisht 2 pompa janë të rësisht të djegura dhe jashtë funksionit, ndërsa një prej tyre ka luhatje të ndjeshme tensioni dhe më shumë stakohet se sa qëndron e ndezur. Ndërkohë, projekti për rehabilitimin e hidrovorit është nderuar, por vazhdon të qëndrojë në sirtar. Hidrovori i qytetit vijon të mbetet gangrena e Vlorës. Sa herë që ka shi me intensitet maksimal, Vlora preket nga përmbytjet edhe për shkak të hidrovorit jo funksional me kapacitet të plot. Nga rrugët e qytetit nuk mund të tërhiqen ujërat e shiut për shkak se pompat janë thuajse të djegura dhe nuk kanë forcë tërheqëse, ndërsa qyteti i Vlorës edhe për gjatë 3 muajve të parë vijon të mbetet pa hidrovor. Megjithse priten rreshje të dendura në ditën e vijim, hidrovori i Vlorës mbetet në mëshirë të fatit. Nga 4 pompa, vetëm njëra prej tyre funksionon, ndërkohë që nuk ka asnjë projekt për rehabilitimin e këtij hidrovori. Në brendësi të hidrovorit të Vlorës, sipas informacioneve, 2 pompa janë totalisht të djegura dhe jashtë funksionit, ndërsa një prej tyre ka luhatje të ndjeshme tensioni dhe më shumë stakohet se sa qëndron e ndezur. Këto pompa janë vendosur në vitin 1968 dhe prej atij viti deri tani, pavarësisht përmbytjeve që kanë prekur qytetin, asnjëherë nuk janë zëvendësuar. Ka patur ndërhyrje për riparimin e defekteve dhe vetëm kaq. Ndërkohë, projekti për rehabilitimin e hidrovorit është tenderuar, por vazhdon të qëndrojë në sirtar. Në terren nuk ka asnjë shenjë nga nisja e punimeve dhe nuk dihet pse. Vlora vazhdon të mbetet në mëshirë të fatit me shpresën se nuk do të ketë rreshje, pasi me hidrovori në këto kushte qyteti nuk përballon dot as rreshjet me intensitet mesatar dhe jo më të lartë. Prefektura e Gjirokastrës ka hartuar një plan veprimi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse me synimin për mirësimin e shërbimeve dhe mirë menaxhimin e fluksit të vizitorëve në sezonin turistik 2026. Sipas prefektes Albana Asanaj, gjithçka për një sezon turistik më të organizuar dhe më të suksesshëm për qytetin. Ndotja akustike, mungesa e trajnimit të stafit dhe ciceronëve, sinjalistika e pamjaftueshme, parkimet e gabuara si dhe zënja e hapësirës publike nga baret dhe restorantet janë disa nga problematikat kryesore të evidentuara në këtë fillim sezoni turistik në Gjirokastër. Këto çështje janë diskutuar në një takim mes operatorëve turistik, si dhe përfaqësuesve të institucioneve vendore, ku në fokus ishte përmirësimi i shërbimeve dhe menaxhimi më i mirë i fluksit të vizitorëve. Në përgjigje të këtyre shqetësimeve, Prefektura e Gjirokastrës ka hartuar një plan veprimi në bashkëpunim me institucionet përgjegjëse. Ky plan synon në rritjen e kontrolleve në terren, disiplinimin e aktiviteteve të subjekteve private, përmirësimin e sinjalistikës rrugore dhe turistike, si dhe organizimin e trajnimeve për stafin që është në kontakt të drejt për drejt me turistët. Qëllimi i kësaj tryeze ishte pikërisht të krijonte këtë koordinim që të gjitha asetet turistike të promovohen dhe të zhvillohen në mënyrë të organizuar. Qarku i Gjirokastrës ka një potencial të jashtëzakonshëm turistik. Përmendim këtu traditën, përmendim këtu kulinarin, një natyrë të jashtëzakonshme, cilat janë padyshim shumë tërheqëse për gjithë vizitorët. Dhe sfida jonë është që këtë pasuri kaq të madhe ta shndërrojmë në oferta turistike të mirë zhvilluara dhe të promovuara ashtu si duhet. Gjatë takimit të parë të Komitetit Rajonal të Zhvillimit të Turizmit u diskutuan disa problematika lidhur me zhvillimin e turizmit në vitin 2025, problematikat e hasura gjatë këtij viti turistik dhe prioritetet për zhvillimin e turizmit në vitin 2026. Padyshim që gjatë zhvillimit turistik ka patur edhe problematika dhe sfida të ndryshme. Gjatë këtij takimi u trajtuan një sër problematikash dhe ndër më kryesorët ishte ndotjen akustike në qafën e pazarit në zonën muzeale të qytetit të Gjirokastrës. Në të njëjtën kohë një tjetër problematik që doli nga operatorët turistik ishte edhe fakti i mos trajnimit të ciceronëve, në të njëjtën kohë edhe punojësve të shërbimit. Një tjetër problematik e dalë gjatë kësaj tryeze ishte dhe mungesa e sinjalistikës, e cila shpesh herë shkaktonte dhe probleme për orientimin e turistëve në qarkun tonë. Të gjitha këto problematika janë adresuar edhe në një plan veprimi për menaxhimin dhe mirë funksionimin e turizmit
për vitin 2026, një plan veprimi që është i dedikuar për gjitha institucionet për të koordinuar kështu punën për një zhvillim të turizmit në kushte më optimale. Në gjitha raportimet nga njësiteve të qeverisjes vendore u deklarua që ka filluar puna për mirëmenaxhimin e gjitha bashkive për të pritur dhe për të menaxhuar fluksin e turistëve që pritet, nisur nga shifrat, pretendohet që viti 2026 jetë një vit i suksesshëm dhe me rritje të numrit të turistëve vendas dhe të huaj. Ka filluar puna për vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe horizontale në pjesën më të madhe të bashkive. Në të njëjtën kohë do të koordinohet puna me policit bashkiake dhe policin vendore të shtetit për të menaxhuar parkimet, hapësirat e përbashkëta, për të menaxhuar në të njëjtën kohë edhe lëvizjen e turistëve dhe krijimin e një ambienti më të sigurt për të gjithë vizitorët në qarkun e Gjirokastrës. Autoritetet theksojnë se zbatimi i këtij plani do të ndikojë ndjeshëm në rritjen e cilësisë së shërbimeve, si dhe në krijimin e kushteve më të mira për vizitorët, duke synuar një sezon turistik më të organizuar e më të suksesshëm për qytetin. Gjiri i Vlorës ka regjistruar kohët e fundit specie të ndryshme invazive, mes të cilave dhe peshq helmues. Rasti më i fundit është regjistruar 2 ditë më parë, ndërsa për specialistin e zonave të mbrojtura në Xhipi Solakoj, këto specie ndikojnë negativisht te gjallësat e tjera në gjirin e Vlorës, si dhe në florë, po ashtu edhe në faunë. Gjiri i Vlorës ka regjistruar kohët e fundit specie të ndryshme invazive, mes të cilave edhe peshq helmues. Rasti më i fundit është regjistruar 2 ditë më parë, ndërsa një tjetër rast ishte evidentuar disa vite më parë. Specialisti i zonave të mbrojtura në Xhip Hysen Lakoj ka theksuar se këto specie ndikojnë negativisht tek gjallësat e tjera në gjirin e Vlorës, si në florë ashtu edhe në faunë. Ndërkohë një tjetër problematik lidhet edhe me rrezikun për njerëzit, pasi prekja apo konsumimi i tyre mund të shkaktojë probleme të rënda shëndetësore. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme shpërndarja e informacionit dhe ndërgjegjësimi i publikut për këto specie. Është e vërtet që dje është rasti i dytë i një nga llojeve të peshqive që është një nga peshqit helmus, për të thënë me helmusit, që shkencërisht quhet Lagophthalus scleratus, i shqipiruar dje dhe me emrin ton peshku gjyle me pika, pra që i përshtatet shumë mirë si emër. Rasti i parë ka qenë para 6-7 vjetësh me peshkimin sportiv të një grupi peshkatarësh, dhe rasti i dytë ishte dje. Për të shqetësuar është fakti jo vetëm prezenca e tij, por edhe për masat dhe madhësia e këtij rasti të dytë, pra, që ishte një peshk i cili kalonte 1.2 kg dhe me një gjatësi afërsisht 46 cm, pra që tregojnë që nuk është i ardhur rishtas, po është peshk që e ka populluar gjirin e Vlorës. Është shumë problem sepse është, përveç se është invaziv, është shumë dëmtues për sa i takon habitatit dhe specieve autoktone të gjirit, por njëkohësisht edhe për shëndetin e njerëzve në momente të caktuara që ky peshk nuk njihet ose nuk dallohet nga personat që e peshkojnë. Çfarë i sjell? Atëherë fushat janë të ndryshme për të sjell speciet invazive në detin Adriatik, por në gjirin e Vlorës kanali Suezit është një nga ato që bën lidhjen pra midis dy ambienteve të ndryshme, pra, dhe nuk është vetëm ky lloj peshku pall, po të referohemi të dhënave të fundit, rreth 7-8 vjetësh ka një vrojtime të shpeshta të llojit peshkut luan, i cili është një peshk tjetër invaziv, për të mos folur për gaforen blu, dhe shumë lloj specesh tjera, pastaj që nuk kanë të bëjnë vetëm me pjesën e peshqve, por edhe pjesën e florës bimore, po them kështu të ujrave të Vlorës. Vetë përmbajtja e disa toksinave, shumë të rrezikshme për shëndetin e njeriut, të cilat klasifikohen si vdekje prurse, pra mendoj që është fatale pra konsumimi i tij në moment që ky lloj peshku kapet dhe nuk njihet nga peshkatarët apo nga ata që përdorin në kuzhinën e tyre. Kështu që ka gjithmonë nevojë për promovim të këtyre, pra për informacion, për dhënie informacioni, për promovim për të kuptuar se cilat janë këto lloje që të cilët janë dëmtuese, jo vetëm të habitatet, pra natyrore të gjirit, por kur ka të bëjë me jetën e njeriut. Hysen Lakoj ka theksuar se janë disa faktorë që ndikojnë në shfaqjen e këtyre specieve dhe gjallësave të tjera, duke lidhur këtë fenomen me ngrohjen globale, ndryshimet klimatike dhe luhatjet e shpeshta të temperaturës së ujit dhe detit. Absolutisht kushtet klimatike janë një nga faktorët kryesorë sot të gjithëre ndryshimeve që po ndodhin si në llojet, po edhe si në specie, po edhe në habitate. Pra, nuk diskutohet kjo, pra ngrohja globale,
temperatura ujit të detit, që ndryshon disa parametra brenda saj, bën që të bën kushte optimale për një specie e cila nuk është vendase dhe të largojë ato që janë specie autoktone. Gjiri i Vlorës ka regjistruar vitet e fundit një numër të konsiderueshëm speciesh që nuk janë pjesë e habitatit natyror, mes tyre dhe specie të rrezikshme për të cilat nuk duhet të mungojë informacioni dhe kujdesi nga qytetarët. Era me shpejtësi 15 deri në 20 metër për sekonde, dallgët me lartësi 2.5 metra, anija e pasagjerë Vlorë Brindisi Vlorë ka anulluar lundrimin dhe mbërritje në portin e Vlorës ditën e sotme. Sipas kapitenerisë së Vlorës, është pezulluar dhe dalja e mjeteve të vogla lundruese këtë të enjte. Pezulluar lundrimi detar në Vlorë. Kapiteneria e portit të Vlorës në njoftimin e saj zyrtar për me dije se është pezulluar lundrimi, kjo edhe për shkak të kushteve të vështira hidrometeorologjike. Të gjitha mjetet e vogla lundruese dhe anijet e veshkimit nuk do të lejohet të qëndrojnë në det, ndërsa është njoftuar se ato duhet të qëndrojnë në vend strehime të sigurta. Gjatë ditës së enjte nuk do të ketë edhe lundrim të tragedit të Vlorë Brindisi në itinerarin me Italinë. Sipas njoftimit zyrtar të kapitenerisë së portit të Vlorës, bëhet me dije se kushtet pritet të përmirësohen duke nisur nga orët e para të mëngjesit të ditës së premte. Ndërkohë fuqia e detit arrin nga 6 deri në 7 ballë jashtë Gjirit të Vlorës, ndërsa dallgët shkojnë nga 1.5 deri në 2.5 metra. Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike të përkeqësuar brenda dhe jashtë Gjirit të Vlorës, gjatë datave 26 dhe 27 mars 2026, duke nisur nga ora 6 e kësaj të enjte, pritet dhe është parashikuar erë në drejtimin jug-juglindje, me forcën deri 6 deri në 7 Belfort, me shpejtësi 15 deri në 20 metër për sekond, si dhe lartësi dallgësh nga 1.50 deri në 2.50 metra. Si pasojë e kësaj situate është parandaluar pajisja me leje nisjeje e mjeteve të vogla lundruese, si dhe atyre të peshkimit që synojnë të operojnë jashtë Gjirit të Vlorës në det të hapur, duke nisur nga ora 6 e kësaj të enjteje deri në orën 6 të datës 27 mars 2026. Me qëllim parandalimin e çdo rreziku apo situate emergjente për shkak të kushteve atmosferike, kërkohet bashkëpunimi të gjithë subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për marrjen e masave të nevojshme për sigurimin e mjeteve në port, si dhe rritjen e gatishmërisë së ekuipazheve. Anija pasagjere e linjës Vlorë Brindisi Vlorë ka anuluar lundrimin dhe mbërritjen në portin e Vlorës për datën 26 mars 2026. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Parashikohet përmirësimi i situatës hidrometeorologjike për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit pas orës 6 të datës 27 mars 2026. Nafta me 217 lek për litër, Ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo ka thënë për mediat se Bordi i Transparencës do të dalë sot me një vendim, ndërsa konfirmoi gatishmërinë për të marrë masa në rast abuzimi me çmimet e produkteve bazë. Pas mbledhjes së qeverisë, Ministri për Pushtetin Vendor Ervin Demo ju përgjigj pyetjeve të gazetarëve lidhur me çështje të ndryshme, përfshirë dhe rikthimin e Bordit të Transparencës një javë më parë, kur nafta ishte me çmim 217 lek për litër. I pyetur se çfarë masash janë marrë, Demo tha se sot Bordi do të dalë me një vendimarrje. Për sa i përket Bordit, ajo që do të ishte më e sakta është që Bordi sot do të mblidhet, është duke marrë gjithë informacionin për sa i përket lëvizjes së çmimeve dhe mbi të gjitha ndryshimit që ka vetë çmimi i bursës me atë çfarë ne shohim në pikën fundore ku vetë ky produkt shitet në territor, dhe Bordi do dali me një vendimarrje sot. Sa për ndikimin në rritjen e çmimeve, ai nuk mundi të shprehej, por nënvizoi se prioritet është garantimi i transparencës dhe marrja e masave për të lehtësuar barrën e qytetarëve. Takon Bordi të vendosi për sa i përket asaj çfarë po bëhet në lidhje me ndryshimin e çmimeve dhe lidhjen e tyre me çmimin e bursës. Nuk mund të flas në detaj për këtë, por di të them vetëm diçka, kuptohet që rritja e çmimit të naftës dhe aq më tepër inflacioni që sjell në produktet, në një bazë gjër, kërkon një kod caktuar. Gjithsesi ajo çfarë jemi duke bërë është që e para të garantojmë transparencën, duke filluar jo vetëm me produktet bazë, por patjetër edhe me
produktet si nafta ose që kanë të bëjnë me energjinë, që ne të garantojmë që mos ketë spekulim në treg, se kjo është gjëja e parë që ne duhet kuptojmë. Ne duhet garantojmë që në treg nuk mund të përdoret kjo situatë për të spekuluar në kurrizë qytetarëve. E dyta, patjetër qeveria është e gatshme të marrë masat e dhura kur ne gjykojmë që situata është e tillë që bara për qytetarët ka një impakt jo të vogël dhe patjetër qeveria do të marrë masat e dhura nëpërmjet bordit të transparencës apo dhe institucioneve të tjera. Qeveria pritet të caktojë sot antarët e bordit të transparencës, strukturë ngritur prej 19 marsit kur çmimi i naftës kërceu në 217 lekë për litër. Prej një jave tashmë duke se në vend është fiksuar çmimi 214 lekë për litër, duke bërë që shqiptarët u drejtohen vendeve fqinje për furnizim. Një tjetër shqetësim madhor vjen nga fermerët, të cilët thonë se me kostot e rritura nga nafta dhe plerat kimik janë të detyruar të lënë toka djerë. Mbrëmjen e sotme, kombëtarja shqiptare e futbollit luan një nga 2 ndeshjet vendimtare për të arritur ëndrrën e kualifikimit në botror dhe qytetarët vlonjat në mas shprehen besim plot se ekipi do të arrite fitoria edhe pse përballjen e parashikojnë të vështirë. Në mbrëmjen orën 20:45, kombëtarja shqiptare e futbollit luan një nga 2 ndeshjet vendimtare për të arritur ëndrrën e kualifikimit në botror. Në mas, qytetarët e Vlorës shprehen besim plot se ekipi do të arrite fitoria për të kualifikuar për në raundin tjetër. Megjithatë, përballjen e parashikojnë të vështirë dhe të fortë. Poloninë tregojnë si një ekip me kualitet duke ju trembur shumë Lewandowskit, një lojtar me kualitet botror, por thonë se djemtan nëse do të luajnë me grind do të fitojnë. Do fitojmë si qa bet lafa punë. Si e parashikon ndeshjen? Fitore. Besim keq do fitojmë. Do fitojmë, si do fitojmë. Sa e parashikon takimin? 1-0. Për neve? Pa për neve, se këto vem tjetër. Kualifikohemi ajo? E që ke vështirë, po edhe mund të kualifikohemi. Ke shpresë? Kam shumë shpresë. Vështirë, shumë e vështirë. Si e parashikon? Po morëm një barazim mirë do jemi. Kualifikohemi për më tej ajo? Nuk mund të flasë, se janë skuadra të forta. Sa deri Shqipëria? Qefin e ka, të fitojmë, po vështirë është. Deshje vështirë, a? Vështirë është. Kujt ja ke frikën? Kujt i trëmbesh në lojtarët e Polonisë? Patjetër, më i miri, Lewandowski. Deshja. Keq më vjen, s'kualifikohen. Pse? Pse e mendon? E mendoj se kualitetet, po të shikojmë kualitetet tona, eksperiencët dhe kualitetet të Polonisë, të cilin e kemi parë dhe më përpara, më kupton? Ka diferencë, ma aq më tepër që ndeshja zhvillohet në Poloni. Sa e parashikon ndeshjen sot me rezultat? Nuk ka rëndësi, nuk mund të them tash. Bile unë jam në alarm për rezultatin, me të drejtën. Do të jeti thellë? Jam Nëse kualifikohemi, është surprizë për ty? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Do të thotë sepse ne me ata u ndeshëm, që ishin me 0, do me në gjendje, po s'ma merë mëndja që në këtë, se ky është momenti që vetëm botror zotri. Edhe ai atë që ka bidu, dhe trajnerin qofse ju e keni ndjekur me se merreni me këtë punë, është kualitet më i lartë. 1-0. Për kë? Për Polakën apo ne? Për ne, që Polakë. Po fitojmë patjetër. Edhe kombëtarja e Kosovës luan në mbrëmje kundër Slovakisë. Vlonjatët duke parë lojën e Dardanëve tregojnë se i kanë shanset maksimale që të kualifikohen. Kosova është pjesa jone. Po Kosova. Deshe dhe Kosova sot kanë... Po Kosova është, ne kemi hallin tonë, pa dhe Kosovën tonë ne kemi, po këte kemi hallin tonë. Be i zemra malë të kualifikoheshim 2? Patjetër, shumë bile. Sot Kosova fiton? E vështire është, po edhe mund të fitojnë. Një rezultat për Kosovën? 1-0. Po Kosova? Pa edhe Kosova e një të gjështë. Në të një të ujra jemi. Do gëzoheshe të kualifikoheshin 2? Patjetër. Do të shkosh në ndeshjen? Sigurisht. Tifo, besoj? Si? Do bësh tifo? Po, do bëj brenda shpitime. Kosova? Por Kosova në kam shumë besim se sa të Shqipëria. Pse? Ku diun, kam më gjak tuket ata. Ka më grim? Më po. Do fitojmë 2 sot apo? Inshallah. Shpresë Zotit. Do bësh tifo? Po, patjetër. Kosova? Një mendim për Kosova. Do të Kosova. Nuk e kam ndjekur Kosova. Ne mund të kishim ekip të mirë nëse të dy krahët të bashkoheshin, bënin një kombëtare me shumë dinjitet dhe personalitet. Dhe mund të pretendonim me gjendjen që janë 0, qoftë Italia, qoftë se dhe Polaku, nuk është ai Polak që me bonjek me Po Kosova.
E Kosovës ja kam idenë. Se përcaktoj do të. Po kena të ritëm që kanë pasur. Kualifikojnë, pa tjetër. Gjithë kombi shqiptar në 2045 do tjetë gjithë sy e besh për para ekranëve për të ndjekur 2 nga përballjet vendimtare, Poloni-Shqipëri dhe Slovaki-Kosovë. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Bashkë mirupafshim.